Si mendoni, kur do t'jetë momenti që Erion Veliaj mund të flasë me fakte kundër Edi Ramës? Mendoj se do t'jetë në gjykatën e lartë kur do të diskutohet ose do të gjykohet masa e sigurisë ndaj tij, sepse brenda kësaj jave do të kemi diskutimin e masës sigurisë, pra seancën e apelit, që do të shikojmë në rast se do të kemi një ndryshim ndaj kësaj mase. Unë mbaj rezervat e mia, sepse në të gjitha rastet, në të gjitha mënyrat, zoti Erion Veliaj nuk mundet në asnjë moment të dalë nga burgu. Pse? Se pikërisht do plasi lufta brenda Partisë Socialiste, se gjyqtari i cili do të shqyrtoj masën e sigurisë menjëherë hap luftë të brendshme brenda Partisë Socialiste dhe shpërthen reforma në drejtësi. Se gjyqtari ka qenë ai që ka futur në burg bashkëpunëtorin më të ngushtë të Edi Ramën, Sajmir Tahiri. Ai i hoqi nenin 59 për një kokainë, të lëshojnë me shërbim prove, për një shpërdorim detyre, kjo është histori tjetër, dhe diskutojmë një moment tjetër, po thjesht ta hapim pak si një klap të shpërdorimit të detyrës të ministrit për shkak të faktit jo penal, pra të përhapjes së krimit dhe jo në flagrancë të vetë ministrit u kapur me hashash në dorë, që ka shpërdorim detyre. Vetëm në Shqipëri ekziston kjo praktikë. Mbyllim klapat këtu. Pra, duke qenë në këtë situatë, unë mendoj që dalja e Erion Velis me firmën e gjyqtarit që futi në burg Sajmir Tahirin ka plasur lufta e vërtet e idhur, e frikshme, e pa imagjinueshme për frikën ose tendencën ose situatën kaq shumë të rëndë që do jetë brenda Partisë Socialiste. Pse e rëndë? Se ti nuk mund të futesh një ish ministër të Edi Ramës në burg edhe të nxjerrësh një person që nesër në daljen e tij gjën kryesor që do të sulmojë do të jetë karriken e Edi Ramës. Pra, loja është akoma më e fortë. Dalja e Erion Velis nga qelia e bën Ramën të dobët, e bën Ramën të friksuar, e bën Ramën jo më viktim, por autor të shpëtimit të tij, sepse Erion Veliaj në një dalje të mundshëm do të marri karriken zvarr Edi Ramës, sepse ai ka qenë pretendent të bëhet kryetari i Partisë Socialiste. Dhe përderisa ka qenë edhe është ende në ëndrat e tij pretendent, Edi Rama nuk do të lejoj kurrë atë gjyqtar të punoj me dy standarde. Pra, nga njëra anë më fut një ish ministër në burg, kur ai nuk dënohet më shumë se 3 vite, edhe ti më nxjerr njërin i cili mund të dënohet dhe 27 vite? Ku e ke parë ti këtë gjë? Pra, çdo vendimarrje që do të marrim si në favor, në disfavor të Erion Velis, do të jetë një goditje e rëndë brenda Partisë Socialiste. Nga të gjitha rrethanat, Partia Socialiste merr pushtetin, nuk e merr pushtetin. Është e para apo e dyta në këto zgjedhje dhe brenda këtij 4 vjeçari që vjen, duke llogaritur nga shtatori dhe deri në 2029 do të shikojmë gjëra të pa imagjinueshme. Ato që pam brenda Partisë Demokratike ishin asgjë, por ato që do të shikojmë brenda Partisë Socialiste do jenë të tmerrshme. Si mendoni, çfarë do të shikojmë konkretisht në Partinë Socialiste me këtë situatë që e ka përfshirë dhe cila do të jetë pika kulmore që do të shërnoj, shënoj, edhe përplasjen e fortë mes radhëve në Partinë Socialistëve? Unë mendoj që do të shikojmë një Parti Socialiste që do të jetë
Partia Socialiste do të goditet nga vetë personat, ose më mirë nga vetë autoriteti vetë si subjekt politik, nga persona që ka besuar Edi Rama. Belinda Balluku, Taoland Balla. Personat të cilët kanë një mbështetje të hapur nga Edi Rama, janë personat të cilët do të kenë një përgjegjësi, por jo vetëm përgjegjësi politike, por edhe penale. Dhe këta individ normalisht kanë bërë klanet e tyre brenda Partisë Socialiste. Pavarësisht se klani tjetër, Velia është jashtë momentalisht, por edhe ai punon. Një goditje e Partisë Socialiste do të vinte me fuqizimin e Partisë Social-Demokrate të Tomdoshit. Edhe kjo është një përpjekje për të goditur Partia Socialiste. Pastaj kemi rastin e brendshëm të Partisë Socialiste, ku janë individët të cilët janë në oborin e Erion Velis. Pra, Partia Socialiste do të jetë në një situatë të flakt, që brenda flakës sajt do të djegi shumë viktima. Dhe në fund fare, brenda Partisë Socialiste nuk do të mbizotroj as Edi Rama, por as ata të cilët ne i kemi thënë emrat. Por do të vinë individ të tjerë, të cilët do të dalën dhe të shfaqen në opinionin publik, që asnjëherë nuk kanë pasur përgjegjësi publike që të kishin mundësi të jepshin një mendim brenda Partisë Socialiste, kur nuk e kanë qenë vetë pjesë e Partisë Socialiste. Por Partia Socialiste do goditet në këtë periudhë, sepse Fondacioni Soros nuk do të jetë kaq i fuqishëm për të ndërhyrë edhe politikisht, edhe juridikisht, por edhe në raport me ndërkombëtarët, pra me amerikanët, për të dhënë goditje brenda Partisë Socialiste. Prandaj koha Trump është një goditje reale për Partinë Socialiste, sepse linja Trump është 100% kundër Partisë Socialiste dhe partive të majta, po gjithashtu për ata të cilët kanë qenë pjesë me Fondacionin Soros. Pra, në këto momente që flasim, kush ka qenë me Sorosin edhe Partia Socialiste, do të goditet nga Trumpi, sepse pikrisht do të vi ajo fatura, që e themi të gjithë, fatura politike, që brenda Partisë Socialiste duhet disa individ të mbajnë përgjegjësinë e tyre politike. Dhe përgjegjësinë e tyre politike e mbajnë ata të cilët duhet të japin llogari. Dhe llogaridhënie nuk do të japin tek qytetarët e thjeshtë, por do të japin brenda vetes, brenda pazareve të tyre, brenda tradhtive të tyre nëpërmjet pazareve që kanë bërë në të shkuarën. Pra, aty do të jetë flaka, aty do të jetë fundi, aty do të jetë gremina e Partisë Socialiste. Pra, asnjëri nuk e thot, sepse ka frikë, se gremina ekziston brenda Partisë Socialiste. Dhe maja është brenda Partisë Socialiste. Dhe maja dhe gremina është në një vit të drejtë në Partinë Socialiste, dhe ata pas njëri dhe tjetrit me radhë do godasin, sepse burgu është për burrat që thot Pandeli Majko, por burrat nuk durojnë pa besim. Dhe do të vi momentin që një grua mund të bëhet si një burr që të thojë të vërtetën, se do jetë në pikën e hallit, do jetë në problemin final, fatal për jetën e saj politike, shoqërore, ekonomike dhe familjare.